bashkë largohen brenda 2027-s. Jo Pra, po thoni që marrëveshja. tek ndërmjetësimi avokat që ju thatë, e keni fjalën që mund të ketë një qeveri teknike me bekimin amerikan. Po, unë atë besoj, dhe do jetë me bekim amerikan, dhe në rast se ndërhyjnë Gjermania, do të thotë që do të jetë qeveri kalimtare me integrimin evropian në fokus. Pra, t'ja themi qytetarëve ta kuptojnë. Në rastin që ndërhyjnë gjermanët dhe i shikon një prezencë të shtuar, pra shikon për shembull, t'ja bëjmë një mënyrë figurative tani. Shikon ambasadorin gjerman dhe ambasadorin amerikan. Dhe flasin po njësoj për të njëjtën gjë. Do thotë që shfutet edhe Gjermania në lojë. Shkon në qeveri kalimtare për integrimin evropian. Në rast se bën ndërmjetësim kryeministër, tani ky është problemi, ju e dini se të tjerët i zgjidhin. Tani ka figura, dëgjoj. Për Partia Socialiste mund të propozojë një person brenda llojit të saj. Ju thoni dorëheqje e kryeministrit, jo dorëheqje e socialistëve. Jo, Rama, po shkuam në qeveri teknike, Rama nuk do të jetë. Po sigurisht, qeveria teknike vetëm një herë ka ndodhur në kohën e Lulit. Në kohën e Lulit. Pra, nuk vjen. Pra, nuk ai avokat, nga bëhet. Ku e di unë, ka ikur, ka marrë këshillën time që i kam thënë, ik Luli, ik, po e morën me vonesë, e testoi 11 maj, bëri mashtrimet majtës djathtas duke thënë që Trekonçi dhe kështu me radhë, dhe s'na e thoshte atëherë kur Trekonçi i kishte vendosur kryetar partie, se ky është mashtrimi i tyre që na mashtrojnë publikisht. Avokat, tani disa kanë cilësuar për një fitore po. Vazhdojmë pa. Pritani. Disa nga protestuesit që janë të Lulit kanë vajtur në protestë dhe nxjerrin disa parrulla të Lulit, se kur Luli është këtu me ne, se na ka thënë të vërtetën. Edhe unë dua t'i them këtyre, por shiko, Luli do të kishte thënë të vërtetën në vitin 2013 kur u bë për herë të parë kryetar partie. Jo tani është vonë. Ja vazhdo tani. Pra, Luli nuk është zgjuar akoma. Avokat, disa e kanë cilësuar si fitoren e parë të flamingove një amendament në Parlamentin Evropian. Është edhe diskutimi që u bë atje. Ai amendamenti ka hapur diskutime, në fakt dhe interpretime ndryshme mes qeverisë dhe opozitës. Sepse disa interpretojnë që ka të bëjë me faktin që kërkohet moratorium për zonat e mbrojtura, rikthim të ligjit i vjetër, ndalim të gjithë pra pezullim të investimeve, përfshirë dhe atë në Zvërnec. Kjo që ndodhi në Parlamentin Evropian, çfarë ishte avokat për t'ia thënë popullit qytetarëve më thjesht me 2-3 fjalë, pra pa fjalë më dha, jo amendamente, jo ndryshime, jo mëse, jo thash. Por çfarë vendos atje? Me kujdes, çdo vit, çuditërisht, raportin për Shqipërinë e bën një eurosocialist, që është në të njëjtën kohë edhe eurosocialist, edhe te internacional socialist, ku bën pjesë edhe Partia Socialiste. Tani prej tani mos më ndërprer. Ky tani thot ka korrupsion, Balluku e procedoi gabim, pra rasti Balluku procedoi gabim gjithë situatën e drejtësisë në Shqipëri. Paparazia është në kulmin e saj, por Shqipëria po ecën përpara. Dhe në të njëjtën kohë, një eurodeputete nga Hollanda, mos gaboj, mbajti një qendrim në Parlamentin Evropian lidhur me rastin e Zvërnecit për edhe Flamingo. Tani, duhet të keni parasysh diçka. Nota për të vajtur për të antarësuar në Bashkimin Evropian nuk ka lënë as nga Tirana, as nga Brukseli, drejt për së drejti, por ka lënë përmes të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Raportet që dalin vit për vit është si puna e atyre statistikave që duhet të dalin për shkak të nevojës që të themi që këtu ka një monitorim. Monitorimi. Ju po thoni si për zgjedhje, se këto zgjedhje ishin të mira, por ishin më të mira se kaluara. Monitorimi i real për politikën shqiptare dhe për hallet e shqiptarëve vjen brenda 2028. Në 2028, pavarësisht raporteve
pozitive që nxjerr një antar i e socialistëve europian dhe të internacional socialist për Shqipëri për shkak se është Rama akoma në pushtet pra në 2026, na thot që në 2028 do të shikoni një politik tjetër të Bashkimit Evropian. Mos them 2027 në qershor, një vit si sot, por hajde, po e çojmë deri në 2028 dhe ti e din shumë mirë për që nuk gabojmë me datat. Sidomos me amerikanët. Pra, avokat, i bie që ne jemi në një moment në një udhkryq tani, që çdo gjë do nis nga ambasadori amerikan, koordinim me aleatët europian aty vetë Gjermanila. Ambasadori amerikan për ta mbyllur. Dy drejtime. Drejtimi i parë është Departamenti Amerikan i Shtetit dhe drejtimi i dytë është linja Trump, që të dyja shkojnë paralel me njëra tjetrën. Mos ta sjellin nga jashtë kryeministrin, se ne kemi figura dhe jashtë. Kemi parë dhe letrën e Akademisë së Diasporës, e pe dje një dokument me 120 e sa emra avokat. Po mirë, le të vinë, janë të mirëpritura. Të janë të mirëpritura edhe akademitë dhe të gjitha këta. E kam fjalën për vazhduar të që ju thatë se para ta vitesh në Kosovë, Atifete Yahya ka u zgjodh presidente me zarf. Tak, doli emri nga zarfi. Mos jetë njëta situatë këtu e kam fjalë. Ku është Yahya? Ku është ajo? Atë po e qajnë, po nuk po e gjejnë avokat, sepse ajo në krahasim me atë që ndodhi më pas, nuk ishte konfliktuale dhe Prandaj, dua t'ju them që kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë apo kryeministri e ardhshëm i Shqipërisë është për t'u parë dhe për t'u pritur në një moment të caktuar që do vi shumë shpejt, apo me ta bëjmë pikpyetje. Do vi shumë shpejt. Ne para në fund vitit ishte një grua që u lakua shumë në Zoj, Elea Ypin, që më mbani mend. Problema ato ishin në prallat e Edi Ramës që të bënte intrigën e radhës, por e vërteta është që Ramës i doli nga jashtë parashikimit protesta. Ramës për të parë ka dalë një protest jashtë parashikimit. Avokat, tani më lejo të pyes dhe për aksionet e spakut të ditëve të fundit, kemi parë disa goditje të biznesmenëve. Sipas njoftimeve nga prokuroria bëhet fjalë për drogë, pastrim parash, toka, falsifikime, zaptime. Nga dosje të mëdha në jug, deri sot që ishte njëra në kadastrën e Diprës. Pra, po goditen prona deri tani në epokën e Klodian Brau, si drejtuesi i Spakut, nuk kemi parë një politikan të arrestuar. Pavarësisht se Berisha tha sot që Rama po përgatit arrestisjen e Ballukut në Greqi. Nuk kemi parë.